Mirëmëngjesi Sara dhe linja për ty. Mirëmëngjesi Jeca dhe Mira, mirëmëngjesi për krejt shikuesit e ATV-s. Atëherë jemi këtu në ambientet e udhës ekonomike të Kosovës, ku këtu pranë mje kam edhe kryetarin zotrin Lulzim Rafuna, ku do të flasim për panajirin e përgjithshëm ndërkombëtar Prishtina 25, i cili do të mbahet nga data 10 qershor deri më 12 qershor. Nderuar mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Atëherë, a mund të na tregoni pak më shumë për rëndësinë që do të ketë ky panajir dhe cilat do të jenë synimet kyçet e tij? Po panajiri Prishtina 2025 këtë vit u shndru tani në brand, u shndru në një platformë ku shumë biznese kanë mundësi që të takohen, të bashkëpunojnë. Është një panajiri i lidhjes së shumë marrëveshjeve, panajiri i cili mbledh bizneset vendore, po edhe biznese ndërkombëtare. Këtë herë kemi biznese që na kanë paralemëruar dhe nga Gjermania, përkatësisht nga Stuttgarti, kemi nga Finlanda, kemi nga Suedia dhe kështu me radhë. Përveç kësaj, ky panajir është, siç thash, u shndru në një platformë dhe në një brand të vetin edhe të inovacionit, po çka është e mira që në këtë panajir kanë filluar që 2 vitet e fundit ta gjejnë veten edhe nxënësat e shkollës së mesme, sidomos këta të cilët kanë bëjnë me mësimin dual, një sistem i ri që është po zhvillohet prej qeverisë gjermane. Dhe këtë herë do ta kenë mundësinë që të ndjekin edhe paralel me panajirin edhe ligjërata dhe të marrin informacione më shumë. Po ashtu edhe me ndihmën e helvetikës këtu në Kosovë që kemi nga qeveria zvicrane, bizneset do të kenë mundësi ose përfaqësues të bizneseve, secilët që janë të interesuar për të marrë më shumë informata lidhur me taksin e karbonit, e cila do të hyjë në fuqi vitin e ardhshëm, do të mbahet një seminar i veçantë për të informuar bizneset si info session brenda panajirit. Dhe kështu besojmë që do të realizojmë 3 qëllime. Para që bizneset kenë mundësi të takohen me partner që për blerë për qita apo për bërë një bashkë investim. Më pas nxënësat, studentët të shkollës mesme dhe të fakulteteve, të kolegjeve do të kenë mundësi të marrin informacione për mësimin dual, që është një trend duke ardhur për të rit, dhe treta saj përket bizneseve për taksin e karbonit. Kështu që ky panajir është më shumë se një platformë e biznesit. Siç e kuptova, zotri Rafuna do të ketë risi kësaj radhe në edicionin e sivjetshëm. A mund të na tregoni se është rritur interesimi i shteteve të huaja, pra kompanive ndërkombëtare, për të marrë pjesë në këtë edicion të radhës së panajirit? Po, ne jemi duke bërë të pamundurën që t'i sjellëm në Kosovë. Qëllimi jonë është edhe t'i ofrojmë afër bizneseve tona, po dhe në anën tjetër ta shohin që Kosova nuk është një vend ku nuk mund të investohet, po është një vend shumë mirësor për investime. Dhe po besoj që edhe në kuadër të panajiri, po edhe në kuadër eventeve që pikejmë B2B, business me business, po kanë mundësi që ta shohin një realitet këtë tjetër, edhe jam shumë i lumtur se pas çdo eventi po kemi rezultate konkrete. Po si po i mbështet oda ekonomike e Kosovës bizneset vendore që të marrin pjesë në këtë panajir dhe pse jo për te kufinëve të Kosovës? Shiko, ne kemi një sfidë shumë të madhe sa i përket me Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, që nuk është e drejtë, nuk ka ligjore, muj me thonë ndjerisht, për shkak se të panajiret e odës ekonomike të Kosovës, e oda ekonomike e Kosovës është një institucion i themelu me ligj, të gjitha financohen nga vetë financimi. Përkatësisht bizneset na ndihmojnë që ne ti financojmë dhe t'ju ndihmojmë anëtarëve të odës, e kemi një zbritje të veçantë për shkak antarësisë që paguajnë si anëtar të odës. Kur thëmë kemi një sfidë, është por kjo le të jetë për çështje hetimeve, hulumtimeve nga se si po ndodh që Ministria i subvencionon organizatat jo qeveritare komplet panajirin ja subvencionon, kurse institucioni që është shtetëror, publik, nuk e subvencionon edhe nuk e ndihmon asnjëherë, bili i paraqitet si pengesë për zhvillimin e këtyre aktiviteteve, kur edhe ato panajire që organizon Ministria me ato jo që organizon për taksat të cilat i paguajnë këto biznese në buxhetin e shtetit. Po ka me met për të ardhmen mu hetu, mu hulumtu dhe mu studiu pse ka ndodhur, pse po ndodh kjo çështje. Sido që të jetë, ne si odë ekonomike çdo muaj e kemi nga një vend ku i ndihmojmë bizneseve tona, lobojmë për bizneset tona, ju gjejmë partner bizneseve tona dhe ju jeni dëshmitar si media se sa evente i kemi realizuar deri më tani. Edhe tani këtë kalendarin vjetor që kemi për 2025, në çdo muaj përveç gushtit dhe korrikut, të cilët janë muaj pushimi, ne kemi të mbushura me evente ndërkombëtare. Pra përmes këtij panajiri ka synim oda që të lidh edhe marrëveshje mes bizneseve vendore dhe atyre ndërkombëtare. Po kjo qëllimi final, faktikisht që vim deri te një marrëveshje, po ne si odë ekonomike kemi për obligim që mi ul bizneset në tavolinë. Me atë çështja marrëveshjes është midis palëve, domethënë sa e gjejnë, sa ka elemente të përbashkëta dhe sa e gjejnë mundësinë.
Për rast konkret përveç këtij panajiri, se çdo panajir ne kemi siç thash rezultate konkrete, panajiri do të hapet nesër në orën 11, do të hapet së bashku me ambasadorin e Finlandës dhe të tjerë të Luksemburgut e kështu me radhë. Mirë po në eventin e fundit që e kishëm prej Nigeria, një shtet që s'na ka njoftën, kur ne lidhëm një marrëveshje të bashkëpunimit për herë parë si podë ekonomike, po kjo është shumë e mirë për shkak se biznesi hap dyert edhe politikës. Për këtë arsye çdo është një bashkërendim i ministrive përkatëse, sidomos Ministrisë Punëve të Jashtme, Ministrisë së Tregtisë, Industrisë, Ministrisë së Ekonomisë, për t'i bashkërenduar veprimet për shkak se oda ekonomike ka mundësinë, ka arrit në atë nivel, edhe kemi një staf shumë të kualifikuar që ka mundësi mi hap dyert shumë vende ku politika s'u jap, sidomos me vende që se kanë jo pavarësinë e Kosovës. Dhe tani ne kur e patëm rastin e delegacionit të Nigerisë në Kosovë, përveç që i takon shumë biznese ditën e parë, ditën e dytë ju organizuam 2 vizita të 2 biznese shumë të mëdha që tani janë në kontakt për të marrëveshje me bizneset tona. Pra, Kosova si një qendër rajonale premton shumë për panajire të tilla ekonomike dhe ekspozita ndërkombëtare në të ardhmen. Mund të themi kështu? Po, padyshim që po. Pritjet e mia janë që do të kena ministra shumë kompetent, ministra shumë vendimarrës dhe ministra që do të jenë shumë mendje hapur për të bashkëpunim dhe për të çuar përpara projekte që janë në të mirë të biznesit, në të mirë të ekonomisë së vendit, që bashkë me këtë do të arritëm edhe mirëqenien sociale të shtetarëve të Republikës Kosovës. Nëse më kishte leju më kthyer një të pyetja paraprake se për oda për bizneset çfarë po bën. Ne kemi lajmin e ditës së shtunë ku zyrtarisht jemi antarësuar në organizatën ndërkombëtare për barkoda, që ka qenë një sfidë që 25 vite për bizneset për shkak se barkodet e madra nuk janë njohur ndërkombëtarisht. Dhe sa që është eksportuar, bizneset kanë qenë të detyruar me të gjejnë barkodat blenë dikon tjetër në vendet siç është Maqedonia, se Shqipëria apo dhe më lart malli tyre për të ekspozuar në tregun evropian ose tregun rajonal, më së dhe më pas evropian dhe kështu me radhë. Tani në pjesë e saj dhe kjo sfidë është zgjedhë, ky shërbim do t'i ofrohet tani tutje bizneseve. Jemi edhe në proces të 2 antarësimeve tjera ndërkombëtare që do t'i marrim shërbime ndërkombëtare për bizneset. Ata karneti do ta finalizojmë shumë shpejt që do t'i ndihmojë shumë biznesit edhe në kuptim të kostës edhe të kohës. Dhe mblen të theksohet se që 2 vjet jemi duke oda ekonomike e Kosovës, është duke udhëheq odat e Ballkanit perëndimor. Ne një mundësi shumë e mirë për bizneset tona që ju kemi ofruar shumë evente jashtë me bizneset e Bashkimit Evropian pa asnjë pagesë, të gjitha kemi subvencionuar ne si oda ekonomike. Kështu që çka nuk e ka bërë Ministria e Punëve të Jashtme për bën oda ekonomike, për shkak se është vetëm iniciativë rajonale që Kosova dhe këtë oda ekonomike. Po në përgjithësi si mendoni se janë ngana financiare bizneset vendore, pra siç e thotë mungon pak edhe mbështetja nga ministria. Duhet të punohet më shumë këtë aspekt. Po duhet punohet më shumë, ne nuk e kemi një freskim të politika fiskale, është viti 6 që nuk e kemi asnjë ndryshim kuptimin e lirimit në ndonjë takse, ka nevojë shumë u liru pajisjet ende që përdoren në proces të prodhimit, pjesë rezervë të këtyre pajisjeve, më pas kemi nevojë të reforma në sundimin e ligjit, kemi nevojë në reformën në arsim për ta lidhur arsimin me kërkesat e tregut dhe kështu me radhë. Qeveria e re që do të vjen, nuk e di si do të është përbërja, mirë po do të ketë shumë punë sa i përket sektorit të ekonomisë. Dhe për këtë arsye pritjet e tona janë që seriozisht kësa herë të mirë dhe sillen njerëz kompetent për dikastere të caktuar, po foli për fushën e ekonomisë, të sillen ministrat që janë profesional, ministra me integritet shumë të lartë edhe ministra vendimarrës. Këto 3 elemente duhet i ketë në qeverinashëm çdo ministër që zgjidhet në dikastert që e mbulojnë fushën e ekonomisë apo të industrisë. Zotri Rafuna, si kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, cili do të ishte mesazhi juaj për krejt ato biznese që ndonjëherë hezitojnë të jenë pjesë e panajireve të tilla? Mesazhi do të ishte që të marrin pjesën për panajire. Panajiret janë shumë të mirëseardhën për arsye se vendosin shumë kontakte. Është më shumë se ekspozimi i madh. Panajiri nuk është për të shit mall me pakicë, panajiri është për të gjetë partner, për të lidhur një kontratë, për të lidhur për një sasi, ndoshta 10 vite të ardhshme për ta shit ose për të blerë ndonjë lëndë të parë ose ndonjë makineri se kontaktet e bëjnë të vetën për me gjetë partner. Tani ka shumë nevojë Evropa për Ballkanin dhe kjo është një mundësi e artë, kështu që shfrytëzoj edhe këtë mediumin e juaj që t'i bëj thirrje qeverisë Republikës Kosovës që të jetë më agresive për të sjellë investime më shumë dhe të shkojë direkt në marrëveshje me qeveri, me biznes
jam të folë për brendet e mëdha, brendet që na ndryshojnë komplet imazhin e shtetit dhe se janë shumë biznese duke u tërhequr nga Azia dhe mos mi leju me shku ka Amerika Latine, po duhet mi motivu, mi sjell si investitor strategjik në Kosovë. Për këtë arsye duhet me qenë një qeveri shumë agresive që direkt shkon te biznesi, lidh marrëveshje me biznesin si investitor strategjik për ta ndryshuar komplet imazhin e Kosovës, për ta ndryshuar komplet strukturën tonë ekonomike që kemi për një rritje më të fortë, ekonomike që do të ndikoj, kur them një rritje më të mirë, kam fjalën për prodhim, me pas prodhim Kosovë më shumë që me ndryshu komplet edhe normën e rritjes ekonomike, po për ta ndryshuar komplet edhe atë çastin që ne po konsideromi si një vend ku të gjithë na marrin paranë e gatshëm dhe të gjithë na shesin produkte finale. Zotëri Rafuna, urojmë që përmes këtij panajiri pra Prishtina 2025 të lidhen sa më shumë marrëveshje pse jo mes bizneseve vendore dhe atyre ndërkombëtare. Ju faleminderit për krejt këto detaje që ofruat për shikuesit e ATV-s. Faleminderit shumë. Merci. Atëherë, mira dhe jeta, kjo ishte pra dhe intervista me kryetarin e Udhës Ekonomike të Kosovës, zotëri Lulzim Rafuna, linja për ju në studio.